Si të vazhdoj kjo histori, Ermand? A do na nxjerrë jashtë loje inteligjencë artificiale? Zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale unë e quaj një rrugë pakthim. Që do të thotë vazhdon, zhvillohet, eksperimentohet si edhe ne kemi dalur jashtë loje, fatkeqësisht, domethënë, pse? Që ta japim një apo disa argumenta. Shumë vite përpara, për shembull, para 15 apo 20 vitesh, në industritë e automobilave kishte një staf të madh punojësish. Po. Dhe produktiviteti mujor ishte i ulët. Prodhoshin 15 automobile, 20 automobilave. Po. Sot ke një staf të ulët punojësish, një staf të vogël, që janë ato overqualified people, ose apo, se pa themi që apo well-trained people. Ato që janë të mbi kualifikuar, të kualifikuarit shumë mirë, pjesën tjetër bën krau robotik, Edhe produktiviteti është 1000, 2000 automobila. Jemi koshient ti dhe unë që inteligjenca artificiale ka dominuar këtë pjesë, industrinë. Në sektorin mjekësor, se do kapim 3-4 sektor. Në sektorin mjekësor, kirurgjitë sot po bëhen në mënyrë shumë precize, shumë të shpejta, edhe shumë të sakta. Pse? Sepse po bëhet e mundur ndërthurja e një inteligjencë natyrale që është një kirurg dhe profesionist shumë i mirë, dhe një inteligjencë artificiale që është një sistem robotik, një kirurg robotik, për shembull, ja themi, ai Da Vinci robotic system, roboti më i famshëm kirurgjikal. Ka dhe të tjerë, po ne po themi njërin. Po. Që do të thotë një kirurg për një problematik, një kancer për shkak se një tumor pankreasi, apo tumor cerebral, apo tumor pulmonar, aplikon sistemin robotik për të ekstraktuar dhe për të trajtuar tumorin, për ta hequr. Sistemi robotik është preciz, funksionon me gjuhë algoritmike, me gjuhë matematikore. 20 pik nuk ka bën. Dhe gjatë prerjes së tumorit e ekstrakton në mënyrë shumë saktë. Sistemi robotik, inteligjenca artificiale, nuk ka emocionet e ndjenja. Press the button, go, të japim triggerin, ecën pas si është programuar. Kurse inteligjenca artificiale, inteligjenca natyrale karakterizohet nga emocioni, nga ndjenjat dhe nga logjika organike. Koeficienti i inteligjencës artificiale është maksimal. Nuk krahasohet me inteligjencën natyrale. Por prandaj është ajo që po na dominon në këtë pjesë. Në sistemin spitalor, po sjell çuditëra, benefite, kirurgjitë po bën për një kohë të shkurtër. Saktësia e madhe, pacienti hyn sot kirurgji del pa sot. Në sektorin e medias. Këtu unë shikoj një çedim të vogël të AI-s. Se për shembull nëse jemi ne të dy, Fatjona dhe Ermani, duke bërë një podcast interesant për inteligjencën artificiale. Dhe supozojmë që jemi avatar apo humanoid tash, duke folur pa një lloj emocioni, ndjenja apo që të afeksionojmë publikun. Do thotë që këtu inteligjenca artificiale nuk e përçon dot mesazhin. Që ne shpëtuam. Pik. Është më vërtet. Tjetër, një psikolog nuk mund zëvendësohet dot nga një psikolog digital, se ne sot ka dalë ChatGPT, avatarët, hologramat, që mund bësh një njerëz dhe hologram me projeksione, apo këto humanoidët që po krijohen një herë, ky i famshëm Elon Musk, çuditëra brenda 2040, se çfarë bën punë e tij. Do shohim, jemi dëshmitar dhe kjo është gjë e mirë. Por shiko, ka diçka këtu që edhe një herë në sektorin e medias është eksperimentuar që të kenë avatar, pik nuk na zëvendësojnë. Psikologu nuk e zëvendësojnë, një mjek fizioterapist nuk e zëvendësojnë. Është kriju një robot që bën masazh kështu. Po. Por nuk e zëvendëson se shpesh herë kur flasim për këto gjëra edhe na vjen edhe për buzëqeshur, ë? Patjetër. Madje nëse unë e quaj risк madhor në fushën e IT-s edhe në gjuhën në botën e programimit, sot ngjojmë lart e poshtë që kanë dalë sisteme robotike humanoide që krijojnë një software për pak orë, edhe një website për pak minuta. Ky është dominim total, sepse një programues apo informaticien që ta krijojë një program do javë apo do varet ditë, kurse një website do pak orë. Po e dominon. Pra neve themi që po na dominon në mënyrë indirekte, sepse është një instrument shumë i rëndësishëm që po na leton punën tonë. Pra, po i bëjmë gjërat më shpejt. Unë si një ekspert i IT e para 20 vjetësh lodhesha shumë për një infrastrukturë IT që çfarë ishte asgjë. Kurse sot ke programe, ke Windowset, ke Linuxet, se i futa pak si kështu, që e marrin updatein, upgradein vetë, s'ke nevojë, domethënë. Aq më tepër ke industria mjekësore. Pra, mua herë më kanë nxjerrë jashtë loje. Edhe pak do ketë inxhinier biomjekësor robotik.